Sot në ora 8:56 minuta në sektorin për punë të brendshme Tetov, nga njësia territoriale kundër zjarrit Tetov është njoftuar se në rrugën jashtë Vardarit ka shpërthyer një zjarr. Zjarri është lokalizuar, pas çka është konstatuar se në brendësi ka një person të vdekur, po ndërmerren masa për zbardhjen e rastit, thuhet në komunikatën e policisë së Tetovës. Dje në ora 17:30 minuta në bulevardin Goce Delçev në Gostivar, zyrtarët policor nga Departamenti për punë të brendshme Gostivar kanë arrestuar një 26 vjeçar nga fshati Senakosi Gostivarit, pasi në një objekt hotelerik është kapur duke përdorur drogë. Pas dokumentimit të plotë të rastit, ndaj tij do të parashtrohet kallëzim përkatës. Dje në ora 13:20 minuta në rrugën Braqa Gjinoski në Gostivar, zyrtarët policor nga Departamenti për punë të brendshme Gostivar kanë privuar nga liria një 30 vjeçar nga Republika e Shqipërisë, pasi ka keq përdorur të dhënat personale të bashkëshortes së tij 35 vjeçare, me të cilën është në procedurë divorci, dhe ka tentuar të marrë kredi nga një shoqëri financiare pa pëlqimin e saj. Pas dokumentimit të plotë të rastit, ndaj tij do të parashtrohet kallëzim përkatës. Dje në periudhën nga ora 11 deri në orën 14 në rajonin e Gostivarit, zyrtar policor nga Departamenti për punë të brendshme Gostivar kanë kryer kontroll në objekte në ndërtim. Gjatë kontrollit është konstatuar se një objekt në ndërtim në rrugën 137 nuk posedon leje nga komuna Gostivarit. Gjithashtu është hasur edhe një 38 vjeçar nga Shqipëria, i cili nuk posedon leje pune, përkatësisht ka keq përdorur qëndrimin turistik, po ndërmerren masa për zbardhjen e rastit. Dje në ora 22:30 minuta, zyrtar policor nga Departamenti për punë të brendshme Gostivar kanë privuar nga liria një 27 vjeçar nga fshati Banjice Poshtme, duke vepruar sipas një kallëzimi paraprak nga bashkëshortja e tij, 26 vjeçare, e cila ka raportuar se për shkak të mosmarrëveshjeve mes tyre, ai ka dërguar kërcënime ndaj nënës së saj përmes një rrjeti social. Gjatë ditës së djeshme në rajonin e sektorit për punë të brendshme Tetov është realizuar kontrolli automjeteve dhe shoferëve. Gjatë kontrollit janë sankcionuar gjithsej 15 shoferë në Tetov për parkim të parregullt, ndërsa 13 automjete janë larguar me automjetin special me rimang. Gjithashtu janë sankcionuar edhe 89 kundërvajtje të tjera në komunikacion, 59 në Tetov dhe 30 në Gostivar.